pse shteti shqiptar se ka ndërtuar vetë këtë vepër të rëndësisë kombëtare dhe të sigurisë kombëtare? Ka që thjesht të shpyetja, pse duhet të fuse Bexhet Pacolli në lojë? Është qesharake se si, do të thonë, Bexhet Pacolli përmes uhamarrjes tek borxhi të marrë tek kjo kompania offshore, do të thonë që mund të jetë edhe me para ruse, ja kalon thjesht praktikisht, ja kalon pronësinë de facto, edhe pse juridikisht e mban pronësinë mbi ose pronësinë mbi koncesion, ja kalon një kompani e cilat ne nuk e dimë se kush është pronari i saj, nuk e dimë burimin e parave, pra një vepër e rëndësishme strategjike që, do të thonë, ka të bëj me qoftë me sigurinë e vendit tonë, qoftë me sigurinë e NATO-s, qoftë me sigurinë do të thonë e rajonit të Mesdheut, I jepet një oligarku I cili merr borxhe nëpër parajsa fiskale, para pa burime, pa emra, dhe kjo është, do të thonë, kjo është nuk e di e gon, kjo është ta shesësh atë ti shesësh njerëzit, ta shesësh kredibilitetin tonë të organizatave ndërkombëtare për qindarka. Pse hoqi shteti shqiptar kompaninë turke? Turqit janë aleat tonë strategjik, janë pjesë e NATO-s, janë shtet që nuk janë armik ndaj Shqipërisë dhe na duan të mirën, po e them thjesht kështu për opinionin publik. Pse e hoqën kompaninë turke dhe pse futën Bexhet Pacollin I cili dihet se, shiko, kjo puna e Rusisë nuk u mor vesh pardje. Bexhet Pacolli ka ndërtuar në Kremlin. Bexhet Pacolli si ka bo legët, po kjo dihet e gon, edhe këtë përgjigje e kemi marrë që para 20 vjetësh mendoj. Këtu shtetarët tanë kanë kuptuar se me infrastrukturën publike, me pronën publike nuk bën para, nuk fiton para, do të thonë nuk merr rushfet, nuk e fut veten si aksioner të fshehtë në to. Prandaj duan që të ketë sa më shumë kjo logjika koncesionare ose partneriteti publik-privat nuk është gjë tjetër veç si mënyrë që ata të fitojnë sa më shumë para, sepse nëse ata do t'i bënin këto vepra infrastrukturore me para publike, ata do të merrnin përgjegjësi edhe do të jetin shembuj pozitiv se si mund të funksionojë një vepër publike, se si mund të jetë rentabel, si mund të jetë fitimprurës edhe se si mund t'ju ndalojë edhe rrugën e ardhshme tyre për të bërë allizhverish edhe për të bërë korrupsion me këto koncesionet edhe me partneritetet publike dhe private. Dhe këta kanë shit gjithë infrastrukturën e shtetit, kanë shit gjithë industrinë, na kanë qenë industrializuar, kanë shmontuar aspektet mëdha modernizuese dhe infrastrukturore dhe industriale dhe këtë kompleksin industriale ushtarak të vendit përmes kësaj logjikës privatizuese. Këtu nuk kemi asnjë habi, ama habia është se si po të kishim një shtet me një drejtësi minimale, ministre si ministra Balluku do të shkonte në burg sot, ose do të thirrej në SPAK para prokurorisë e pandehur, sepse veprimet e saj kanë qenë për miratimin e kalimit të aksioneve nga 40% të aksioneve nga një kompani turke e cila ishte kompani e specializuar me kritere, domethënë që kishte vërtet tagrin mundësinë për të ndërtuar një aeroport tek një oligark I cili ka ndërtuar pallat ose salla dasmash për 4.000 euro. Tini ka shit 40% të aksioneve të një aeroporti I cili mund të aksionoj seriozisht edhe mund të sfidoj seriozisht monopolin e aeroportit të vetëm që kemi, aeroportit Nën Tereza, pra mund të ketë fitime stratosferike. Kjo kompania turke I ka shit për 4.200 euro. 4.200 euro. Edhe ministra e ka miratuar një kalim të një transakcion tillë. Pra kjo është pika elementare ku kjo ministre në edhe një republik bananësh, edhe një shtet kartoni duhet kishte shku në burg, duhet ishte arrestuar. Jo të dalë edhe të organizoj fushatën për Bashkinë e Tiranës me Gerta Manastirliun. Kjo është e para. E dyta, kjo na kthen ne në një e shetet cënon e dëmton mënyrë të pakthyeshme seriozitetin ton, kredibilitetin ton, e shtetit shqiptar, besueshmërinë, partneritetin në sytë e aleatëve perëndimor edhe të vendeve fqinje, sepse tregon se ne jemi kthyer në një republik bananësh ku çdo kush me një tuf parash të pista në dorë mundet me ble aeroporte shumë afër bazave ushtarake, qoftë brenda territorit ton, qoftë në mesdhe, edhe të blej një pikë strategjike. Rusët e kanë pas
Kështu ai që e kemi pa, domethënë general do ta kujtoni Vlorën. Tim rusët po e marrin Vlorën me thjesht një tuf parash, zona Bexhet Pacollit dhe Belinda Ballukut. Dhe paramendoje Belinda Balluku është e gatshme ta shes vendin ton, ta shes Republikën, ta shes jo vetëm Shqipërinë, ta shes gjithë Europën për një tuf parash dyra, domethënë. Edhe ajo zëholla dhe këtë po e them se është vërtet acaruese si një njeri i cili nuk mundet me fol më shumë se 30 sekonda në publik, një njeri pasilloj që duket më shumë si një madrin, domethënë një organizatë mafioze, duket më shumë si Grisela Blanco, ku dëgjon nga këto telenovelat kriminale spanjolle dhe meksikane. Kjo zonja është në krye të infrastrukturës publike, ka volumin më të madh të pushtetit dhe të qarkullimit të parave publike dhe bën veprimtari të tilla e gon. Bën veprimtari të tilla, një mungesë serioziteti, një allëzhverish i cilin sot nuk e gjen edhe në vendet e Afrikës, cilat realisht duken shumë serioze se Shqipëria në këtë angazhimin e tyre për të uri më këmbur edhe për të vendosur sovranitet mbi pasuritë edhe mbi territorin e tyre. Kjo është shumë skandaloze. Madje ka pas edhe jetë tjera dyshimi se si e njëjta kompani turke që ka pas marrë për me ndërtu aeroportin e Vlorës, ka ndërtu edhe tunelin e Llogaras. Tunelin e Llogaras, po. Dhe aty sërish kishim një skem tjetër. Në muajt kur kjo kompani i ka shit 40% të aeroportit të Vlorës, ja ka shit për 4.000 euro Bexhet Pacollit, është rrit kostoja e tunelit të Llogaras me 50 milion euro. Po, në fakt po. Hihet dyshimi. Atë haraqin e vërtet, atë vlerën reale të aksioneve që duhet ta paguante Pacolli, e ka pagu shteti shqiptar përmes Belinda Ballukut tek tuneli i Llogaras. Dhe këtu, përveç se është Belinda Balluku duhet ishte arrestu tashmë që po flasim, për jo vetëm cënim të sigurisë edhe integritetit territorial, jo vetëm për shkelje të ligjeve, por duhet ishte arrestu edhe për dyshime serioze të pronësisë në atë aeroport. Pra me parat publike, përmes Bexhet Pacollit, Belinda Balluku është bë pronare e aeroportit të Vlorës. Jo vetëm Belinda Balluku, po edhe Edi Rama dhe qytetëtarë e partisë në pushtet. Pastaj kemi edhe element tjetër. Që të kalim të çështja e fundit, Po, janë dy elementet vogla. Një është shkatrimi mjedisor. Po, patjetër. Aeroportin e Vlorës po shkatrohet nga zonat më të bukura, nga zonat e fundit të Adriatikut Tegër, po dëmtohet në mënyrë të pakthyeshme delta ose ky parku i lumit të Vjosës, delta e cilës është pikërisht në zonën ku do të ndërtohet aeroporti. Po mjedisor të ndryshëm, organizata të ndryshme mjedisore kanë ngritur edhe shqetësimin e faktit se ndërtimi i aeroportit në një vend ku ka trafik ose ka lëvizshmëri të lartë të shpendëve, mund të jetë rrezikshme për avionët. Migrator, mund të jetë rrezikshme, mund të shkaktojë tragjedi mbi qytetin e Vlorës, mund ndërzoj avion, kuptimin, edhe mund të rezultojë tragjike, pra është një vend totalisht pasigurt. Këtu kemi krim mjedisor, krime të mundshme mbi popullatën civile, krim mbi sigurinë kombëtare, mbi integritetin territorial, mbi paranë publike dhe shohim që në fund ditës Belinda Balluku del edhe man ligjërata përballë zëvendës kryeministrit turk se si ka parë Sulejmanin e Madhërisëm. Telenovelat me Sulejmanin e Madhërisëm i ndjek rregullisht. Qartë. Mirë, Klod, unë dua të diskutojmë dhe për një çështje të fundit, po jo për garancia, çështje që përbën, po themi, një problematik të fortë sociale, siç është cënimi i familjes shqiptare, i sigurisë dhe integritetit të familjes shqiptare. Ka shumë diskutime për këtë, në shumë këndvështrime, po themi, për ty, kush e cënon sigurinë dhe integritetin e familjes shqiptare? Kam arrit jam përpjek që t'i dëgjoj pjesë debateve që bëhen, qoftë në mediat televizive por në fakt them drejtën e kam ndryshu direkt kanalin, sepse janë të padëgjueshme, janë irracionale, janë edhe absurde. Sidomos ku dëgjoj nga element saktuar se si familjen
tradicionale ose shqiptarët po emigrokan sepse po i detyrojnë bën homoseksual me detyrim në Shqipëri, domethënë. Familjen tradicionale edhe ajo çfarë më irriton realisht është poshtërsia, është mashtrimi, është manovrimi i çështjeve, është moralizimi i tyre, kthimi në problem moral ku ne e dim shumë mirë se familjen tradicionale po e shkatron emigrimi, fakti se njerëzit janë të varfër, fakti se një i ri shqiptar nuk emigron vetëm për veten e tij, po emigron edhe për shkak të prindërve, sepse prindërit e tyre pavarësisht se kanë punuar 30-40 vite, kanë pensione skandaloze dhe nuk mundën dot me e mbajt veten. Pra edhe në fund ditës ta pensionistë të varfër që nuk ka një njeri mbi krye, nuk ka një njeri që t'ju jap një got ujë, janë përballen me vetminë më të thellë dhe kjo po e shkatron familjen tradicionale dhe strukturën e saj, emigrimi, po e shkatron varfëria, po e shkatron dypunësimi Sot po shohim se si rritja e kostove të jetesës, rritja e qeras, zhytja e njerëzve në përkredira, po i çon njerëzit, kryesisht familjet e reja, drejt dypunësimit, drejt trepunësimit. Pra kemi njerëz të cilët realisht rrinë vetëm 1 orë në ditë me fëmijët e tyre ose me familjen e tyre. Edhe kjo po e shkatron familjen tradicionale. Familjen tradicionale po e shkatron fakti se sot të rinjt janë totalisht të pasigurt, nuk munden me pas një apartament tyre, nuk munden me pas i punëqëndrueshme, nuk munden ka një qeveri e cila ua indekson inflacionin me vetëm 2.5%, ku ne kemi pasur si rritja e çmimeve ushqimore, kostove të jetesës është stratosferike këto kohë dhe është pikërisht kjo pasiguri e cila i ndalon të rinjt që të martohen, që të krijojnë familje të qëndrueshme, që të bëhen me fëmijë. Ne po e shohim se si familjen tradicionale po e shkatron mungesa e shtetit social. 4-5.000 fëmijë sot në Tiranë nuk kanë vend në qerët publike që të shkojnë atje. Shkollat në orën 12 ta nxjerrin, ta flakin fëmijën në rrugë. Edhe ti si prind i ri duhet harxhosh shumë para që fëmia jot të mos përfundojë në mes të kryqëzimit në orën 12 të drekës. Familjen tradicionale po e shkatron mungesa e shtetit social. Kemi një shtet i cili çdo prindër i ri i jep atë 600.000 lekëshin bonusin e bebes, edhe ato ja jep pas 6 muajsh, edhe i jep lamtumirën pastaj dhe nuk duket fare askund përjetësisht për fëmijën e tij. Sado sfida, sado mund të përfundojë në gjendje rruge. Dhe kemi 20.000 fëmijë në gjendje rruge e gon. Edhe shteti nuk duket askund. Familjen tradicionale po e shkatron pasiguria e jetës. Po e shkatron një kultura toksike, po e shkatron politika korruptuese, po e shkatron qytetet e ndotura, po e shkatron shkatrimi dhe rënimi i çdo vlere të mirëfill demokratike, sociale dhe kulturore. Dhe duket shumë ofenduese dëgjosh njerëz të ndryshëm që thonë se familjen tonë tradicionale, do të thonë po e shkatrojnë homoseksualit ose po e shkatro prindi 1 dhe prindi 2. Ky në rastin më të mirë është idiotësi, është mashtrim, edhe në rastin më të keq është poshtërsi, domethënë, edhe dezinformim që i bëhet opinionit publik. Familjen tradicionale në Shqipëri po e shkatron mungesa e shtetit social, rritja e kostove të jetesës, bërja e papërballueshme e pasjes dhe e blerjes së një apartamenti, emigrimi, varfëria, papunësia. Sot një grua e re nuk mundet me met shtatzane gon, sepse përveç se shteti nuk i ofron asnjë lloj ndihme, e flak atë kompania, e flak atë mes rrugëve. Pra e flak nga puna. Edhe në këtë kuptim ajo nuk mundet ta rikuperojë gjithë sakrificën e tyre, i ngec ashensori social, i ngec avancimin në karrierë. Pra kemi një shtet i cili nuk e mbron punëtoren, nuk e mbron gruan punëtore përballë pronarit të saj nëse ajo vendos të mbetet shtatzën. Nuk mund të kemi një familje të qëndrueshme dhe të shëndetshme kur paga minimale është më e ulta jo vetëm në Europë, edhe në Ballkan, ku pensionet janë më të ulta jo vetëm në Europë, po në Ballkan, ku kriminaliteti, palumturia, emigrimi masiv, jemi në vend të parë, jo vetëm në Europë, po edhe në Ballkan.
Kjo nuk shkatron vetëm familjen, kjo shkatron kombin, shkatron shoqërinë, shkatron popullatën, shkatron perspektivën, shkatron rinin, shkatron gjithçka nga njerëzit deri te kafshët, te drurët, te ajri, te uji, është shkatrim total. Në fakt edhe për shumë fenomene të diskutueshme nga pikpamja e moralit, tek po themi mungesa e meritokracisë dhe e sigurisë financiare dhe e sigurisë së punës dhe çdo lloj sigurie tjetër i detyron shumë vajza dhe gra që të shkelin mbi dinjitetin e tyre në fakt. Për atë ascensorin social. Edhe këtë nuk e përmend kurkush. Krejt këta mbrojtësit e familjes tradicionale, që më duket sikur e përdorin këtë kartën për të legjitimu veten, për ta ngritur veten në rrafshin publik, për ta projektuar veten politikisht ditën e nesërme. Nuk mendoj se këta, domethënë, nuk mendoj si njëri me dy parë mend mund të jetë aq i pasinqert, mund të jetë aq i verbër, sa të mos e kuptoj se kush realisht po e shkatron familjen tradicionale. Mjafton takosh një mik, mjafton takosh një fëmijë, mjafton takosh një tafën për ta kuptuar realisht se kush po e shkatron familjen tradicionale në Shqipëri. Edhe kjo është një farë poshtërsie, është edhe një farë mungese e korrektesës nga media e madhe tradicionale, e cila për hir të një grushti klikimesh është e gatshme ta lejoj veten të instrumentalizohet edhe të kthehet një megafon super të madh që cili do lloj sharlatani, domethënë dal aty edhe të dezinformoj publikun edhe të flas gjuhë rrejtje dhe të çoj para ato agjendat e tij radikaliste edhe ekstremiste. Dhe këta njerëz nuk e kuptojnë, po këta njerëz arrin të dhunojnë njerëz tjerë, cilët mund të kenë orientime të ndryshme dhe është drejtën e tyre për me pas orientime të ndryshme. Po sigurisht nëse nuk është çështje zgjedhje. Ata nuk arrin ta kuptojnë se përmes kësaj retorike ata rrezikojnë jetën e njerëzve, ata shtojnë dhunën në shoqëri, ata demonizojnë. Ata domethënë shtojnë dhunën. Se dikush që thotë digj homoseksualet është vetëm një fije larg digj gratë, është vetëm një fije larg digj romët, është vetëm një fije larg digj vëllezërit, në këtë kuptim na fusin në një cikël edhe një spirale vicioze dhune dhe mendoj se edhe kjo i shërben pushtetit, i shërben qeverisë. Ky moralizim, kjo retorikë moralizuese, sepse e heq vëmendjen nga katastrofa sociale dhe ekonomike, e cila përkthehet edhe në katastrofë kulturore, demografike, nataliteti, lindshmëria dhe shumë pasoja të tjera. Klodi, unë të falenderoj për bisedën që bëm në studio dhe për gjitha opinionet e tua. Faleminderit, Egon. Ishim me Klodi Lekën, aktivist i Lëvizjes Bashk, folëm për disa zhvillime nga aktualiteti politik dhe social në vend, ato po themi më kryesoret, cilat janë pasqyruar gjerësisht edhe në të gjitha mediat këtu në Shqipëri. Ishte ky aktualitet edhe për sot, ne do të jemi sërish nesër, qëndroni me NTV.